strategji e përdorin diktatorët. Interesant. Kjo strategji, prandaj themi faraoni është një simbol që përsëritet në gjitha historitë njerëzore. Wa ja'ala ahlaha shi'a. Edhe bëri popullin e tij të coptuar në grupacione. Shkoni neve çfarë na bëjnë? Na kanë bënë një grup shqiptar, 6-7 parti, 8 parti, 9 parti, ku e di unë. Edhe asnjëherë ne sumbojmë herë me këtë formë. Kjo sistem faraonik të dini. Allahu e përmendën para 1400 viteve. Do të thonë, armiku metodën më të mirë për ta përçarë një popull, që ai popull kur mos çojë kokën, është ta partizoje, ta grupzoje popull. Shkoni sa interesant është. Prandaj them, jo rasisht, vallahi Allahu e përmendën Musën alayhis salam 136 vende në Kur'an. 103, shumë janë. Ama kur e shohim se sa urtësi mund të nxjerrim, themi, o Zot, pak janë. Shkoni, Allahu në shanun nuk e përmendën më para, faraoni vrau njerëz, vrau 70.000 fëmijë. Atë e përmendën, ama më parë e përmendën këtë çështje që është më e rrezikshme. Thot, e grupzoi popullin e tij, e coptoi, do të thonë, një pjesë të popullit e favorizoi. Ashtu, e merr pushtet. Atë pjesën tjetër e shtypën. Ajo pjesa tjetër që është e shtypur, mendon se çfarë është? Mendon se është një grup i cili mundon të luftojë për të drejtat e tyre. Tamam si populli shqiptar. Interesant. Ai tjetri të copton, të grupzon, çon bësh 6-7 parti, që asnjëna mos fitojë dhe asnjëna mos ngrej zërin e saj apo të tij ashtu siç duhet për të mbrojtur të drejtat e popullit të tij. Edhe shkoni faraoni çfarë bëri? Faraoni bëri që për shembull Karuni, e keni ndëgjuar Karunin? Për Karunin ka ajete shumë. Kemi folur për Karunin. Karuni është ai zëngini më i madh i gjitha kohërave, qelsat e depove të cilit i mbanin mbi 30 vet burra, vetëm qelsat e magazinave. Aq shumë që ka pas ari dhe argjente e ku di unë, pasuri të konfiskuar nga populli. Aq shumë pasuri që ka pas. A ki Karuni ka qenë prej Ben Israilve? Koni, një pjesë së Ben Israilve faraoni va ka vrarë fëmijët edhe burrat, një pjesë të tyre i ka marrë në pushtet. A duket e rastit kjo? Një pjesë e shqiptarëve shkilet dhe shtypet, një pjesë normal qeverisën. Pushtet me ato që ai nuk don më shumë. Keni parasysh? Këtë e bonte faraoni, do të thonë, ky stil i keqpërdorimit të popujve nuk është i ri i sot. Ky ka afër 4000 vjet sa ka. Interesant. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, duke dobësuar një grup prej tyre. Allahu Akbar. Një grup e dobësonte, një grup e linte edhe e mirte në pushtet. Këtë sot e bëjnë qeverit manipuluese botërore, edhe ne këto simita i ham, to kifle dhe gjivrek të tiri i ham, pa a janë të mikura jo.